Tani mas ne kako se... Kjo e pitë si quhet fëmijë. Si quhet fëmijë, okej? Ja kalon fëmina, sa. Okej. Të qojme për këtë. E karkon babën, shumë aje. Veseli ka gruajën e tretë. Djallit, e ki fotot e djallit, në profil. Jemi mu para shtëpisë Vesel Regjajt dhe në anën tjetër të Labinot Regjës, tashmë banorit të shtëpisë më të madhe kosovare në vend Big Brother VIP Kosova, ku është alodu shumë në projmin e kalun që një fëmijë serb i përket ose jo Labinot Regjës ose në këtë rast Vesel Regjaj. Siç po shihet edhe nga pamjet e dy shtëpive, kjo është pikërisht shtëpia e lobit, në këtë rast ku po shihet edhe kafet e lobi aty. Këtu nuk ishte prezent askush, gruaja e lobit sot vetë se ishte nis për Zvicër, na than këto familjarët, e në anën tjetër është pikërisht edhe shtëpia e kushëririt të lobit në këtë rast, sepse këtu ishte një mini lagje tjetër, pasi që edhe në anën tjetër të qytetit të Rahovecit kishte në shtëpi tjera po ashtu lobi, edhe këtu po ashtu morëm edhe prononcimet cilat do të shenim në pamjet në vazhdim nga familjarët kryesor të Vesel Regjët, të cilët e pohun që fëmia serb është pikërisht i Vesel Regjajt dhe jo i Labinot siç është aludu, po për ma shumë ndiqeni bisedën që e kemi realizu pikërisht këtu brenda shtëpisë që sapo e realizum, me familjarët e Vesel Regjajt edhe Labinot Regjajt të cilët na konfirmon këtë gjë. Jo e thot... Mu e për më thot ajo. Stefana pi thot kësoj zojes, po. Qa Veseli ja kalon fëmina, sa. Okej. Nuk ka dashtur as me pa, kështu ta di. Po. Djali tash me 7 juli, i mu 7 vjetë. Okej. Të qojme për këtë. E karkon babën, shumë aje. Peli babën shumë. Ndoshta po ju bëzdis. Juve, po? Po, më ka shë po. Gëtë rast, po. Ose familjarët. Gjësë, po. Familjarët të Veselit. Po. Veseli ka gruajën e tretë. Ima 3 që zhenë. Këtë rast gruaja e tretë e Veselit është Stefana. Po sigurisht. Po. Po, në që shka thonë? është nga Vesel Regjë. Dhe me thonë kjo ka thonë moj si një od Vesel Regjë a rëtste. Qa është rëtste? Familjarë. Po, dhe me thonë familjarë. Dhe me thonë kjo ka pranu që fëmija është i Vesel Regjës. Kjo e pjetë që që njerë nuk din. Po dish anglisht më ka vetë. Nuk din që kjo e din. Që ti dil ti anina din, më vjen shumë keq, po. Për Zotin. Për Zotin më vje keq. Tani mas ne kako se... Kjo e pjetë si quhet fëmijë. Si quhet fëmijë, okej. Kjo i falemenderuhe, din? Stefan fëmijë. Stefan Sezove. Emrin e ko Stefan. Po, edhe fotot i ki në profil, i thot kësa. Okej, djallit, i ki fotot e djallit në profil. Po, ajo e pit. Okej. A jes në regull, a? Okej. Apo. Edhe mos kanë vazhdu. Jo. Që ka që dhe me thonë? Se s'kom dasht. Po qysh ta ka gjitë kontaktin tënë ajo në këtë rast? Jo veç këto. Ajo në Facebook, kone ka pa me mbjema, Regjë, krejt ju ka shku. Ti me shku në Rahovec në është gjdo njëri që është person Regjë, edhe i shkru në Rahovec, ajo e ka kontaktu. Jo ka kontaktu krejtve. Se ka lip në dim. Rasisht ka rote ti tani mas ne. Rasisht ka shkryt. Edhe ti ke tërgu që jënë familjare e labit. Jo, më rejë s'kom folë kur gjo, jo. Unë e ndaluar, që mos miren. Kjo e ka që një vjetë. Po të besoj, po. Ta mos miren që është fëmiu i familjes Regjë, po e din politikë. Po edhe një pyetje, të me thonë, Laureta me Lobin gjithmonë e kanë që mirë, jënë qefti mirë. Resh do dy tjera, që të që dje Laureta është Kosovë kartë.
Po, këto është, a ka shku tash Laureta, u kthy? Di, ka pas sa të më kthy në Zvicër. Në Zvicër. Kështu Ja, çifti kena mirë, shtëpi, çifti mirë e çojnë mirë gjithçka okay. Ti krejtë Se për këtë pjesë është aludu në rjetë se ka pos një ndërhyre mes Jo, qiftit. për nuk kom qka me ndryq, ajo është e Tonë s'kom vërtit. qef me lajmëru. Po. S'kisha Jo na veç pomit edhe na i na orë për me na pomit i bisedës edhe na orë për me tregu të vërtetën me postu. Me lip dikon që mi është qeru për fmiun Po, që me sharu. 100% soj Pasha Zoti. Jo. Zoti është i madh, unë ty besi vllavin tem të Labinoti. Ama nuk është e vërtetë. Unë Po, tregoj kështu. mirë dhe, jo e dhat versionin e juj, mas mjeti. Unë e qilë se ti kom krejt, se na na këshiri, që tu jena. se na- Që përdeso njerëz të heshtin, Shka ki ata diçka? menojnë që është e vërtet. Shka ki diçka mu thirë në burri, na që tu jena. Unë të japë edhe Ose qilë si kontaktin, se unë jam i në afërt me lapë. Zotën, jo. Okej, në rregull. Diçka Kur tjetër s'ka pas? s'keni për me shtu. Jo, valla, Okej, edhe okej. këto unë e s'dy, unë e po... Që ai ose kushëriri tina e ka një fëmijë serb, me një serbe. Si njoj, kur se kom po, veç me emën në di, Po, kur se kom po. a e kini menim, na kem atje e pytën familjar, thanë është e vërtet. Thanë kushëriri ti e ka një fëmijë me një serbe. Nuk e- E ka një serbe. A e kini menim rreth qësoj state? Që ta është po një për teje. Për mi e po një. Vetëm që ta është për teje, se jam të përnu Që ka mendon? A mendon që ka shumë tillna për Kosovë që kanë fëmijë me serb ose me serbe? Samzi. Po mu vësë nuk di për kësi, edhe nuk e njoj, ku shumë nuk e njeh. Se për t'jallim kur ato. Po tash që e morë vesh prej meje, që e Po ka tash, një po, fëmijë serb. të Na pi- kem atje, familjarët e konfirmuan, tha po është e vërtet, kushëriri ti tha e ka një fëmijë me serbe. A e nështë adi në zdi. Po na kem atje pyetëm, po a keni menim ti tash që e morë vesh prej meje, çfarë mendon për këtë temë? Shka po di be nështë a unë s'po di. Nuk e di se ku Po s'm si di gju. tu pos parasyqim si populli i vuajtur kina vujt prej serbe, sa. A një rave. A e përcjellni Big Brotherin? Jo, se përcjell. Ja, hiç. A e njeni një bashkëtor t'ju në Labinot Regjin këto? Jojnë po s'kemi na kontakt, ardin për Big Brother. Është aludu që e ka, na kem atje të familjarët e ti, edhe e pëtëm, ata na konfirmun, kushëriri ti kishtë, domethënë momentalisht e ka një fëmijë me një serbe. Na konfirmun një fëmijë me një serbe e ka. Kushëriri ti Vesel Regja e kish. Na kem atje dhondri ti erdhë, mojti intervistë me njëve dhe na konfirmoj, tha po është e vërtet. Tu në vetë kanë thënë që është e vërtet? Po, një herë është aludu në publik që është i Labinjotit, erdhëm këto e konfirmu, tha jo, s'është i Labinjotit. Fëmija serb, bashkë me serbën Stefanen, edhe ai e kesh Stefanovic, mbi emrin, gruaja e atina, edhe tash dhe më thonë gruaja ishe Vesel Regjajt, edhe Ti fëmija. për me marrë informata. Jo, unë informatat i mura, po jo si qytetar Trahovecit të e pos parasysh. Veç ta përfundojt pyetjen, të e pos parasysh që keni qenë sidomos ju të prekun nga masakrat, edhe si popull i vujtën, a keni një menim rreth kësaj? Jo, na nuk japim. Që tash vonë nuk kemi ditë është në Big Brother kur kanë thënë që labi pas ka një fëmijë me. Jo, ajo nuk ishte vërtet. Nuk ishte fëmia, nuk ishte i lobit, ishte koiqiu se lobit, në gjithë i kishin shtëpia. Labi është një djalë shumë i mirë, një njeri është i mirë. Human, i ka ndihmuar tonë hallkë dhe ti. Ju ka ndihmuar përgjithësi. Përgjithësi nuk ka pas kush a më gjup po shkava o shqiptar. Okej. Përgjithësi kanë. Po për kushërinë e tij, a keni menim që ka fëmijë me serbe? Nuk e njoh. Veseli. Jo, valla, nuk e njoh. Ai nuk po jetoj ke këtu. Nuk po jetoj ke këtu. Ato në Gjermani janë do, ai ka dhe Firmoj që po fëmia tha është i tij i Veselit. Së mundet me thonë ashtu saktë që është e Veselit, ai duhet më deklaru Veseli, jo ai. Do të më deklaru Veseli. Normal që ju Po, ajo na tregoi mesazhet, ajo na tregoi gruaja e tina, tha po, tha që ku i keni nga Jam mesazh. gjarë për ti, veç unë e kom qyrat Big Brother, që edhe shoqe e ti në këtë deklaru që në pasë e ti. Po. Për Labi, se Labi, për jenë gjëmi, e falë, është një njeri dhe ti që bënë si dhe Po. edhe është i mirë, human, s'ka me thonë që të... Po qysh po e shet ti si qytetar, qysh po e shet lojën e Lobin, me që po e vlerëson Lobin edhe po thu që është njeri human i mirë, qysh po e shet Lobin Big Brother? Jo, po më speqirë, nëse veç një herë këmë që... Veç një herë. Ja. Po
Po çu shpeshe lojën e tina? Që me qatë sa ke po? Unë nuk mirë në vesh me kësi Big Brother, unë jam njeri që po falë 5 fatë namaz, nuk mirë në me ato, po rastisht. E ke po, rastisht qatë? Po, qatë ditë. A menon që ka bo mirë që unë hi lobi ato mrena? Për mu nuk po mirë. Pos parasysh që aje predikon që është një pezvakli, thot jem një pezvakli, a menon që ka bo mirë? Jo, nuk po mirë. Një njeri që falë 5 fatë, po, nuk i takon me shku ati. Nuk i takon? Nuk takon. Duhet me konë dhe ti njeri sinqert. Shka po të vinë ti Big Brother, ku ti tonat mire i ka labë. I ka punë të mire, se në kosh nevojë me shku të labë. A i deklaroj, tha jam hi me fitu do por, se i kam 200.000 euro borgje jashtë. 200.000 euro borgje? Po. Shka për dite. Tha jam hi me morë do pore, se i kam jashtë 200.000 euro borgje. Aja në Instagram që du me marrë ato parë aty. Po, ajta. Se si linë aty. Po se më që jetojmë në atë njësë, na me më jetojna. Që sa për njeri, është djali mirë, për shtu që ka hi atë, fare nuk e di. Se de? Se de.